Shtesat dhe ndërtimet në mënyrë selektive në kryeqytet pas marrjes së drejtimit të Bashkisë së Tiranës nga Lulzim Basha janë kthyer në problem madhore dhe për bizneset e vogla. Në njësinë bashkiake nr. 10, deputetët demokratë të zonës kanë zbritur për të parë nga afër gjendjen. Megjithëse tregtarët u shprehin se janë të kënaqur nga modeli i taksave, ata u përballën me probleme të tjera për bizneset. Disa prej dyqaneve, Bashkia e Tiranës u kishte miratuar shtesa, ndërsa të tjerëve, sipas tyre kjo ju është mohuar. Një fenomen i tillë sipas tregtarëve është kthyer në problem për bizneset e tyre. Kjo situatë ka gjetur të papërgatitur përfaqësuesit demokrat, të cilët si shpëtim të vetëm nga kjo situatë kanë kërkuar rishikimin e kësaj problematike nga mini bashkia. Se unë kam kërkesë nga ana jote, ne 1-2 dyqaneve që edhe deputeti i kësaj zone ne kena ngel jashtë. Kjo është domethënë problem shumë për ne. Po e vunë re shtesat. Po jashtë linjës vazhdimit. Po, domethënë që ne kena ku që po e kërkojmë këtë dhe ne s'pena apo kush. Kjo është domethënë kërkesa numër 1 që ne kena dalë jashtë loje. Me këtë shtesa që kanë bërë domethënë gjithë, kena ngel 1-2 dyqane që kjo është kërkesë domethënë që është jo më dalë jashtë rregullave, po siç janë. Kjo është problem shumë për ne. Ose do të themi mini bashkisë që ta ndjekë dhe pastaj edhe Bashkisë Tiranës. Domethënë ne si kemi bërë. Ndërsa të tjerë tregtarë kanë cilësuar të përballueshme situatën e taksave, ata e cilësuan të papranueshme vendosjen e taksës progresive të premtuar nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Kjo sipas tyre do ta dëmtonte biznesin e vogël. Ne jemi shumë të kënaqur me gjithë politikat që ndjek kjo parti aktuale që është. Nga ana tjetër, siç thatë edhe ju, zoti Rama thot për nivelin 0, në të cilën kjo është një diçka që ta jep drejt për drejt një mashtrim drejt për drejt. Deputeti i Tiranës Gert Bogdani sulmoi kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama se po mban dy qëndrime të kundërta për modelin e taksave, kur premton heqjen e taksës për biznesin e vogël dhe për këtë ai kujtoi kohën kur zoti Rama drejtonte Bashkinë e Tiranës. Taksat e biznesit vogël janë taksa që nuk vendosen nga qeveria qendrore, por nga pushteti lokal. Dhe zoti Rama ka qenë për 11 vjet kryetar i Bashkisë Tiranës dhe ka pasur mundësinë ta ulte barën për biznesin e vogël apo ta bënte 0, ose ka mundësinë ta bëjë me bashkitë që janë në qeverisjen e majt, por nuk e bën një gjë të tillë sepse i ka thjesht shashka politike elektorale. Modeli taksave në vend ka përplasur në qendrime përfaqësuesit e qeverisë dhe të opozitës.